ka qenë një ku zëvendës ministra, ashtu? Po. Edhe realisht kur është shpoll Emanuel Demaj zëvendës ministër, që unë kam shumë mik, edhe një më të Emanuelin sepse vim nga po i njëjti domethënë regjion, ka thonë që domethënë ku ka shpoll ministër një i komunitetit krishter, çysh më shpoll këta janë shumë musliman, çka mendoni ju për Emanuel për këtë? Jo, që ka thonë ai ka shkruar që edhe ai modën thotë si një besimtar i fortë. Gjithçka ndërlidh me fe. Ulësia se gjë këtë fjalë. Po me fol për ta humbje kohë. Po ma melankolik duket një gomo kur poshtë në unë thash, ai mendim që ai shndrimi personal që ai ka në Gazimestan i ka çu tregishta, ai do të thot ai nuk shef, do të thot më larg se huna vet. Gjithçka e ndërlidh me naivitetin, poshtërsinë e tij. Edhe tash vjen poshtërson ty si si kosovar. Ai s'ka lidhje as me fe, as me ai është Ashkali o vlla, ai s'është shqiptar hiç. Ai s'mund të fol më për shqiptar kur s'është shqiptar vet. Ol si Azerxhen nuk është shqiptar. Ai po fol më për kombin që nuk e ka vet. Çka bën fol ti? Si më fol? Mos u takon me fol për Ashkali apo për një komunitet tjetër, çfarë do të qoftë ai? Po pa gjithë respekti. Jo, s'jam të ofenduar valla. Nuk jam të ofenduar. Domethënë nuk mund me fol unë po identitetin e Ashkali në shembull se di as kur është polla, as çau bos. Shumë më vend i drejt. Nuk kam të drejtë në kuptimin mirë, po nuk pajtoj me mendimin që mos më ofendu 28. E profesor, çka mendoni për këto lëvizje po dalë me temë që ndërlidhet me. Çka mendoni për këto lëvizje shqiptare që her pas here gjithmonë kemi pasur janë thirr për shembull për këmbë? Siç është rasti i lëvizjes dëçore tash na e kemi. Unë para se me dalë këtu, për shembull, po du me ndërlidhe me ata që më kujtohet si i ri kur ka qenë pajtimi i gjashëve. Vitet 90-91. Vedhat e krye, jo pajti, ajo ka qenë kuran që u mojë me një maj, 1990. Ajo ka qenë, më ka fillu ma herë, shkurt, bile ka fillu në kuën e minatorëve, greves minatorëve. Po, në kryet saj kanë qenë besimit krishterë, katolik, Anton Qeta, Dom Lugjergji, po kanë qenë edhe hoqëllak, këtu po du më rëtonë. Dhe më thonë, ka pas, dhe më thonë, fjala Anton Qetës, edhe të hoxha, edhe të prifti, edhe të muslimet e dëgju shumë e vëmendje. Kjo po du më thonë. Këto duhet merren, këto elemente duhet merren që na bashkurin. Edhe nuk është e lehtë mesin e një komuniteti musliman, po them kushtimisht ju e lehtë, por dhe më thonë, ka qenë popull që e ka pranu si njerit vetë, pavarësisht se ka qenë një besim dhe fetar ndryshe. Te këto lëvizjet e pas çlirimit janë diçka tjetër që unë nuk dua të hy, unë vlerësoj që besimet fetare janë personale, po nuk guxojnë dalin jashtë vijës kombëtare. Çka mendoni për lëvizjen e dëçanit ju, Emanuel, se ju takon sa ata po thonë po dojna mu kthy te besimit parë? Ja, unë nuk mendoj kurrë për ta. Pse? Edhe nuk jam kompetent me fol, as nuk më intereson, mendoj që këto lëvizje, cilat bën këtë formë, nuk e di kush i bën, cili janë misioni tyne, çfarë ndodh. A pajtohesh ti me ta? Po s'kam çka pajtona me ta për vllazën, jam të jetu shqip, jam të jetu si shqiptar. Edhe ata po doin më bë ma shqiptar mua, se di ç'është do të më jetune ma shqip. Me kanë punë ata li të drejtohen, por unë mendoj se gjërat e tilla, thjesht, du me thoni diçka, ndoshta që dikuj i pëlqen, dikuj si pëlqen. Sa ka qenë ky popull, pa pantoll të shkurt, edhe pa mjekra, edhe pa grupet e tilla, kur e ka pas pikën kulminon të kombin, kemi jetu shumë mirë. Këto janë vetëm e përçarë. Përçarje shkakton nga grupet ndryshme, të cilat orkestrojnë format ndryshme. Si nga i krah, si nga ky krah. Grupi dëçanit s'ka të bëjmë me krishterizëm, me katolicizëm. Absolut. Hiç. Absolut. Ashtu nuk është iniciativë kishës katolike. Absolut, kisha nuk ka as... Po dhe se pjallon pojnë pa... Hiç, absolut, me përgjithësit plot e thomë, që kisha nuk ka lidhje me grupin e dëçanit. Po nuk mundet Emanuel të thua që je katolik e je shqiptar. Jo, be jam shqiptar, po. Katolik jam mrena. Shqiptar jam. Katolicizmin e moj në shpirt. Nuk do me thonë që s'jam fetar, se unë jam fetare, besoj e krejt. Do shta mu ka shkuptu mendimi. Nuk do të thotë që ne tash me u kthy në besimin krishter, jemi ma shqiptar. Ose e kundërta, ose edhe e kundërta. Që të kuptim për pajtojnë me ty. Edhe e dyta, për shembull, gjatë luftës,
Ta është vdekja pas që kesh vdek ndjes pas Po, do më ndjes pas angushtimi i familjes, ka qenë shqiptar i madh, është Dën Kelman. Spazi që nuk e përmend. Domethënë, në kishën e tij i ka strehuar refugjatët shqiptarë muslimanë. Absolutisht.